Është shënuar viktima e parë nga moti i keq në vendin tonë. 75 vjeçaria Flora Hoxha, e cila vuante nga demenca, është gjetur e mbytur në Devoll. Familjarët kishin humbur kontaktet një ditë më parë. Nga informacionet mësohet se të moshuarin e ka marrë rrjedhë e përrojit në fshatin Proger. Situata nga moti i keq vionte mbetet problematike në disa qarqe të vendit, kryesisht në Fier, Vlorë, Berat dhe Korçë. Në Fier Lumi Seman ka dalë nga shtrati dhe ka përmbytur disa stalla, shtëpi dhe pemishte në Mbrostar. Disa fshatra në Bashkinë Dimal në qarkun e Beratit po përballen me përmbytje të mëdha për shkak të daljes nga shtrati të Lumit Seman. Qindra gjedh kanë ngordhur deri më tani, ndërsa banorët tregojnë se ndodhen në një situatë të vështirë. Për 3 ditësh dhe askush nuk ka ardhur në ndihmë. Unë kam 4 dulym sera, 3 domate e 1 sallator. Shumë mbi 30 milion lek dem. Na shteti nuk ka ardhur asnjëri. 3 ditë akoma është në ujë sera. Ky sezon na iku dem, e sezoni tjetër ne nuk i mjedhim dot. Bashkia s'e shkujtuar fare. As 3 ditë që jemi në ujë, asnjëri s'ka ardhur. Po demi llogaritet mbi 100 milion lekë, që janë mbjella tani që kisha për të shitur akoma. Ndërkohë në Vlorë, niveli i lumit Vjosa luhatet nga 7.8 në 8.3 metër. Për 2 ditë me radh, niveli i Vjosës ka shënuar dhe ka qëndruar mes këtyre kotave, duke shënuar ulje ngritje të vazhdueshme, por pa rënë poshtë zonës së rrezikut. Strukturat e emergjencave civile dhe pushtetit vendor po qëndrojnë në gatishmëri të plotë përgjatë gjithë vijës së lumit dhe urës së mifolit, ku edhe ka patur problematika të mëdha. Në Bashkinë Dimal, disa banese në lagjen Dafin kanë qenë në prani të ujit në fshatin Çiflik, po ashtu ka ende ujë në tokat bujqësore. Në Bashkinë Kuçov në fshatin Tapi ka probleme me tokat bujqësore dhe sera. Ndërkohë në Memalia i vijojnë të mbeten pa energji elektrike 20 fshatra. Në Lezhë banesat janë prej 4 ditësh në ujë. Gjithashtu përmbytjes nuk i ka shpëtuar as kisha e Barbullonjës. Ky objekt kulti ka prezencë uji brenda prej 3 ditësh, niveli të cilit ka arritur deri në 30 cm. Famullari thotë se rituali fetar janë të detyruar të kryejnë në një lokal, kështu do të veprohet edhe përgjatë ditës së diel. Gjithashtu për shkak të përmbytjeve, në Sarand janë evakuuar 25 familje. Prefektura e Korçës njofton se situata në qark është përgjithsisht drejt stabilizimit. Në Bashkinë Korçë, zonat e prekura si Bulgares, Vithkuq, Drenov dhe Molla janë normalizuar pasi uji është tërhequr. Në Pogradec janë evidentuar dëmtime rreth 50 banesa si dhe 5 ura në disa zona. 3.5 hektar tokë të mbjella janë të përmbytura. Rreshtet e ditëve të fundit kanë sjellë probleme në shumë rrugë, jo vetëm në ato nacionale, por edhe në rrugë rurale në qytetin e Bulqizës. Në fshatin Kovashic të njësisë administrative Shupenc, rruga prej 1 kilometër e cila ishte asfaltuar nga bashkia ka pësuar rrëshqitje, duke vështirësuar qarkullimin e automjeteve. Banorët shprehen se kjo rrugë pësoi dëmtime të hershme dhe ngareshje dhe fajsojnë firmën që ka kryer punimet për rehabilitimin e saj, duke shprehur se punimet nuk janë bërë sipas standardeve të duhura. Pse ka rreshti, se o bosë ashtu se o bosë. Ku se kanë shkonjë bismillah. Ana shajmos, e rruga hava nuk rrojë dhe vazhdo të mund për fut. Si rrej. Gjithë të tjerë si, ku si rrej po mure po. E kemi po mure, kemi po zonë, e njëstë. Ai kemi njëftë, në dim në tjere, këti dimen. Kjo keshë rrugë, me thonë rëbete, për mu dash bonja, dash janë se ju i kini ato. Kjo shumë keshë, kjo rrugë shumë keshë, shefe ta. Shka nuk ka dëzohë, alja, nuk e di më dëzohë. Si bon këtë bu shefe, me se si shka shumë në shefe. Po hapën kanale, për fatën tuba, për bon mure shefe. Bon ma e po që si, ato ka bon ma. Tu këthejse, shefe këthejse. I kanë dhënë të që, e në delë makina gjithë kajtë, për makina të kajtë këtu, për e sa të këthejse. Era e fortë ka prekur Vlorën në orët e parë të mëngjesit, përpasoj është rrëzuar një pemë e cila ka shkaktuar dëmtime të mëdha në varrezat e qytetit. Gjithashtu problematika janë konstatuar dhe në qarkun e Shkodrës, ku disa rrugë janë dëmtuar për shkak të rrëshqitjes së dherave.